50% e merr Kina, edhe Europa me një pjesë të konsiderueshme nga Hormuzi. Çfarë do të ndodhte nëse Hormuzi do bllokohej totalisht, siç është në kushtet e tanishme? Qartë. Nafta do bllokohej. Vendet do merrnin vendime të nxituara politike për të shmangur katastrofën ekonomike, sepse ajo që ne duhet kemi parasysh është që nafta ekziston në botë, por është e kontrolluar. Rezervat më të mëdha sot të naftës me një Hormuz të bllokuar i ka Venezuela, i ka Kanadaja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Venezuela dhe Kanadaja janë direkt në influencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Por ama ne duhet kemi parasysh edhe diçka tjetër. Ku do t'i referohen këto vendet botërore me mbylljen e Hormuzit? Naftës amerikane. Pra rritet tregtia me Amerikën, rriten paratë e Amerikës. Vendet kryesorë që marrin benefitet nga Hormuzi janë pikërisht vendet të cilët kanë në kontroll borxhin e jashtëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra është Japonia, është Kina, është edhe Europa. Të gjithë këto vende tashmë janë të detyruar të bashkëveprojnë me SBA-n. Dhe pak a shumë, po t'i referohemi një tipologjie ekonomike, Amerika po i shet këtyre vende. Pra Amerika ka gjetur një lloj forme, po sikur Trumpi mos të jetë ai personi i irrituar, impulsiv që ne gjykojmë, po të jetë pikërisht personi i cili nëpërmjet kësaj formule ekonomike po vendos të uli borxhin e jashtëm të Amerikës dhe të rrisi ekonominë amerikane. Ndoshta, nëse ky skenar realizohet, ne jo rrezikojmë, por ne jemi dëshmitar të një skeme ekonomike gjeniale, ku nëpërmjet zhvillimit të tregtisë Amerika rrit kontrollin e vet. Pra duke mbajtur situatën në këtë lloj forme, me Hormuzin e bllokuar dhe duke mos i dhënë një zgjidhje ekonomike. Ky është skenar që është parashikuar edhe nga Europa, se në këto momente që flasim, Europa humb. Edhe pse merr 10% nga Hormuzi dhe 5% që është nafta ruse e bllokuar me embargo prej luftës në Ukrainë, kanë sjell një kosto 15% për Europën. Kosto e cila është e reflektuar sot tek jetesa e qytetarëve e cila është më e shtrenjtë, apo po t'i referohemi në mënyrë të drejtë për drejtë, çmimet e avionëve, biletat e avionëve janë trefishuar. Prandaj, kjo është arsyeja, duke e ditur ose duke pasur një lloj nuhatje drejt politikës amerikane që e gjithë këtë situatë në tani e thënë ndryshe, humbja e luftës me Iranin po sjell përfitimin ekonomik të Amerikës. Europa është në kushte të këqija, edhe po kërkohet në çdo lloj mënyre të arrijë në negociata që minimalisht të hapet Hormuzi dhe nga ana tjetër të krijohet ura lidhse që Europa të ketë përsëri marrëdhënie bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E qartë, por jena se do të kemi sërish pra një dështim të këtyre negociatave mes së dy vendeve. Mendon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë një plan B? Unë mendoj se kjo që tha pak më përpara është plani A. Po t'i referohemi influencës politike që ka regjimi i Teheranit, është i pandikueshëm në SBA. Po t'i referohemi sulmeve ushtarake, janë të totalisht të përballueshme për SBA-n. Do të kemi parasysh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, na pëlqen apo s'na pëlqen, është i vetmi vend i cili gjatë gjithë ekzistencës së tij për herë të fundit është sulmuar toka amerikane nga forcat japoneze në Pearl Harbor, pra në luftën e dytë botërore. Ka mbi 70 vite që toka amerikane nuk preket. Pra çështja e Iranit nuk është vetëm çështje ushtarake, mund të duket si çështje ushtarake, mund të duket dhe nga ana tjetër sikur është thjesht për të ndihmuar aleatin e përjetshëm Izraelin. Por ama duhet kemi parasysh diçka, që nga fillimi i kësaj lufte deri në këtë momente që flasim, Amerika është vetëm pasuruar, sepse është bllokuar Hormuzi, por ama nafta amerikane ka shkuar në treg. Nëse do të referohemi fakteve politike dhe ekonomike të momentit, do të marrim parasysh dy skenar.
skenarin e mirë dhe skenarin e keq. Në qoftë se situata vazhdon në këto kushte që jemi tani, pra me një situatë të tensionuar, me një Amerikë e cila vazhdon blokadën ndaj Iranit, probabiliteti është që fuqitë e naftës do rriten. Çmimi mund të shkojë deri në $150. Në qoftë se arrihet në marrëveshje me Teheranin, mund të kalojmë në çmimin normal të naftës, që është diku te $90 deri në $110 maksimumi. Po nëse situata vazhdon e eskaluar, do të kemi parasysh faktin e vetëm që Hormuzi bllokohet dhe në momentin ku Hormuzi bllokohet, të gjitha vendet që kanë në dorë borxhin e jashtëm të Amerikës janë të detyruar të ulen në tavolinë me Amerikën për të marrë naftën që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E qartërej, nga ana tjetër, Garda Revolucionare e Iranit ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara përballen me një zgjedhje pra mes një operacioni ushtarak të pamundur, por dhe arritjes së një marrëveshje me Iranin pas kritikave të vetë presidentit të SBA-s Donald Trump pra ndaj propozimit të fundit për paqe nga ana e Iranit. Pse Irani e ri e shuan të pamundur një sulm amerikan dhe çfarë fshihet mbas këtyre deklaratave? Irani mund të thojë se është e pamundur, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë treguar se kjo është e mundur. Do thënë, e vetëm mënyrë se si Irani ka pasur një kundërpërgjigje ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës është ajo duke çuar raketa në mënyrë masive për të tentuar për të mposhtur mbrojtjen ajrore që kanë vendet e flasim tani për aleatët e Amerikës, vendet e Gjirit Persik, Izraeli nga ana tjetër. Në qoftë do flasim për hapësirë ajrore që ngrihen avion, kjo është një ëndër iraniane, sepse praktikisht ka që nga qershori, kur u zhvillua konflikti me Izraelin, që u treguaj që fuqia e NATO-s, pasi kemi të bëjmë me të njëjtën teknologji të përdorur nga Izraeli dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është shumë herë më efikase ndaj asaj iraniane. Ne nuk kemi avion iranian të pilotuar. Kemi drone edhe raketat të cilat lëshohen me shumicë, pra old fashion artillery, do të thënë godit në mënyrë masive. Po vetëm kaq, nëse do të flasim për sulme taktike, për zhvillime teknologjike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithmonë kanë qenë përpara, që nga dita e parë e luftës. Por ajo që ne kemi diskutuar edhe më parë së bashku këtu, është asimetria e luftës moderne, ku për të mbrojtur kushton shumë herë më tepër se sa për të sulmuar. Por ama nëse heqim këtë fakt, nuk është se kemi parë ndonjëherë në një fitore ushtarake të Iranit, përveç disa dëmeve të vogla të bëra në baza në lindjen e mesme. Kështu që sado të thoj Irani nuk mund të ta bëjnë, amerikanët kanë treguar që e bëjnë. Janë të aftë të bombardojnë, janë të aftë edhe të bëjnë sulme precizive, janë të aftë për të shkatruar infrastrukturën e vendit dhe janë të aftë madje edhe në qoftë se një nga ushtarët e tyre bie në tokë iraniane, siç ishte rasti pilotëve amerikan, t'i shmangin komplet gardën revolucionare dhe ushtrinë iraniane dhe t'i shpëtojnë ushtarët e tyre. Pra në qoftë të referohemi sulmeve ushtarake, në asnjë moment të kësaj lufte nuk është se kemi parë ndonjë fitore të pastër nga ana e Iranit. Në fakt, Rej, një tjetër zyrtar i lartë iranian ka paralajmëruar nga ana tjetër se Teherani do ta konsideronte çdo ndërhyrje amerikane në ngushtisën e Hormuzit pra si një shkelje të armëpushimit, pasi Donald Trump njoftoi se po planifikoi një operacion detar për të shoqëruar anijet e bllokuara në Gjirin Persik. Mendon Rej se rrezikon pra i gjithë operacioni amerikan në ngushtisën e Hormuzit ta prish këtë armëpushim dhe nga ana tjetër kush do të mbajë përgjegjësi për të gjithë rritjen e tensioneve në rajon? Praktikisht mund të themi që armëpushimi është drejt skadimit, pra nuk është se ka vlerë, sepse kemi pasur ndërhyrje të armatosur. Pra kemi të bëjmë me forcat amerikane të cilët po shoqërojnë dy nga anijet amerikane kanë dalë. Pra u furnizuan me naftë edhe dolën nëpërmjet forcës detare dhe forcës ajrore amerikane. Anijet iraniane u goditën nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra praktikisht mund të themi që armëpushimi nuk është më aktual. Po ky armëpushim nuk u zbatua asnjëherë nga asnjëra nga palët. Palët u ulën në negociata, po pikat nuk u zbatuan. Pra Irani nuk është se hoqi dorë nga aspiratat e tija bërthamore.
edhe normalisht kundërveprimi amerikan ishte i pritshëm. Dije që do sillesh në këtë lloj mënyre. Pasi do të kemi parasysh diçka, ajo çfarë na ka treguar i gjithë historiku këtij konfliktit është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë superfuqia. Irani është i vogli. Dihet që Amerika është i madhi. Është Amerika ofensive. Irani është defensiv. Pavarësisht se Irani po sulmon bazat në Katar në lindjen e mesme, Amerikën nuk e prek dot. E qartë. Maksimumi ishte vetëm rrëzimi i një avioni. Edhe përsëri po flasim për një situatë e cila është ende jo në fazën e një lufte të plot. Ne po shikojmë vetëm teknologjinë amerikane, sulmet raketore, sulmet me drone dhe sulmet me avion. Në asnjë moment nuk ka pasur trupa. Së fundmi po shikojmë edhe sulme me anije. Pra, nëse të referohemi sulmeve ajrore, amerikanët kanë qenë të suksesshëm. Nëse të referohemi edhe sulmeve detare, sulmeve me anije, përsëri Amerika ka qenë e suksesshme, sepse 2 anije dolën nga ngushtica, të padumtuara. Nëse Irani ka dëshirë ta provojë edhe nëpërmjet forcës ushtarake toksore, kjo është çështje që i takon Iranit. Po ne kemi diskutuar më përpara, duhet ulur në një lloj marrëveshje, nuk është dhuna zgjidhja. Nuk është konflikti zgjidhja përfundimtare, pavarësisht se diplomacia funksionon gjatë gjithë kohës. Kur nuk është diplomacia e paqes, funksionon diplomacia e luftës. Por ama ajo çfarë duhet arritur në fund, sepse kjo na intereson neve, që jetojmë në Europë. Duhet paqe, në mënyrë që të ulen çmimet dhe të kemi mundësi ekonomikisht për të ringritur, se po vazhduan në këtë lloj forme, Irani është mësuar të jetojë me sanksione. Por jeta për vendet të cilët varen nga i 20% i Hormuzit është esenciale që të lirohet. Prandaj kërkohet ulja në negociata. Çfarë skenarësh në vijim re? Do ulem prapë në negociata. Është e padiskutueshme. Do bëhet një konferencë e radhës edhe palët do ulen. Siç e përmendëm pak më përpara, nëse vazhdohet në këtë lloj status quo politike, gjithçka shkon në favor të Amerikës, sepse është Amerika ajo që po shet. Jemi ne europianët që po humbim. Është Azia që po humbet, sepse janë rritur çmimet për shkak të mungesës. Amerika përfiton nëse situata është në status quo. Prandaj është edhe në këtë lloj forme, sepse janë në pozicion komod për të negociuar. Nuk është se intereson shumë atyre nëse zgjatet konflikti. Ky konflikt, për sa kohë që zgjatet, i sjell dëme të drejtë për drejta Iranit në radhë të parë, duke qenë se 90% të tregtisë së tij e lidh me ngushticën e Hormuzit, edhe neve si europian nga ana tjetër na shqetëson sepse sjell rritjen e çmimeve. Kurse përsa i përket Amerikës, Amerika ka vetëm fitime në këtë moment. Po shet naftë, po riarmatos edhe herë nga e para, po ringren ekonominë, edhe nuk e qenë në këtë lloj forme, siç e përmendëm në fillim të intervistës së bashku, duke i shitur naftë vendeve të cilët kontrollojnë borxhin e jashtëm publik të Amerikës.